Urban apo nuk e di çka. Në rrugën Hasan Prishtina në Vizbek numrohen gropat, jo investimet. Ajo që po ndodh nuk është thjesht problem infrastrukturor, por dëshmi e qartë e dështimit të institucioneve dhe indiferencës së pushtetit ndaj qytetarëve. Në një nga zonat më të frekuentuara, ku diku afër 20.000 vetura qarkullojnë për çdo ditë, rruga është kthyer në një terren të rrezikshëm, gropa të thella, asfalt i coptuar dhe mungesë totale ndërhyrjeje. Qytetarët nuk po ankohen më, ata po akuzojnë. Na flasim për projekte dhe zhvillim, por realiteti është kjo. Gropa dhe rrezik çdo ditë, thot një banor i revoltuar. Ky nuk është rast i izoluar, por një simptom e një problemi më të madh. Premtime të shumta në fushata dhe zero përgjegjësi në terren. Vetëm dje në këtë vend, tek ky kapaku i kanalizimit u dëmtuan disa vetura. Derisa zyrtarët flasin për modernizim, qytetarët përballen me rrugë që dëmtojnë automjete dhe rrezikojnë jetën. Sa vështirësi po krijon kjo gjendja e rrugës në biznesin tuaj? Vështirësit i krijon vijnë nga ana e mushterive, të cilët po ankohen se udha ju pengon portarë dhe për bler gjërat që janë të rëndësishme, sidomos për mjeshtrat që vinë te na. Edhe kemi problem po ashtu edhe me distributorët tanë, të cilët vinë marrin mjete nga na dhe duhet i distributojnë në për objekte tjera, por shkaku i gropës këtu, kam vështirësi që të hynë. Jemi këtu me profesor doktor Tayyip Yakupin. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje. Në çfarë cilësie jeni ju në zonën e Vizbekut? Unë jam këshilltar në shoqatën e aparistëve të zonës industriale të Vizbekut. Jam që nga themelimi i kësaj shoqate, diku nga viti 2010. Kjo shoqatë është themeluar me iniciativën e ambasadës amerikane. Kemi kalu shumë qeveri e qeveritarë, kemi folë për hallet e të lashet e kësaj zone industriale, vazhdojmë edhe më të tjetë flasim dhe të mundohemi të zgjidhim problemet e kësaj zone. Me që i hasëm problemet, sa e vështirë është për bizneset ose për të gjithë qytetarët kjo që po ndodh në rrugët e kësaj zone? Infrastruktura rrugore është një nga problemet, kisha thënë problemet kyçe të funksionimit të kompanive dhe formave tjera të organizimit në këtë zonë industriale është shumë e rëndë. Ju shifni se bulevardi Hasan Prishtina është në situatë të mjerueshme, po ashtu ngjajshëm është edhe rruga e vjetër e Kaçanikut që është paralele me këto. Mos flasim për rrugat dhe rrugicat që janë pjesë e infrastrukturës së zonës industriale të Vizbekut. Si mendoni ju, a do të ketë ndonjë zgjidhje ose diçka për këtë rrugë? Ne shpresojmë se do ketë zgjedhje në vigjilje të zgjedhjeve lokale, u pa me kryetarin aktual të qytetit të Shkupit, i cili dha premtime shumë serioze se do fillojnë me rehabilitimin e këtij bulevari, do të thotë se nuk mund të bëjnë një zgjedhje ashtu si ka qenë projektimi, por së paku ta zbutin situatën derisa të bëhet zgjedhja finale, me atë që ai premtoi se së pari do rehabilitojnë rrugën paralele, rrugën e vjetër të Kaçanikut, e cila do jetë alternative derisa të punohet kjo pjesë e bulevardit. A mendoni se këto premtime janë vetëm premtime bosh apo do realizohen? Prefekti aktual ishte shumë i prerë edhe ne mendojmë se ai do t'i kryejë obligimet e veta që i ka. Nuk kam informata se a është as është pjesë e buxhetit afarist për vitin 2026, flas për bulevardin Hasan Prishtina, ndërsa informatat e mia flasin se pjesa tjetër e rrugës së vjetër të Kaçanikut është pjesë e buxhetit të vitit afarist 2026. A keni hasur ndonjë pakënaqësi nga bizneset rreth kësaj rruge? Pakënaqësitë janë të mëdha, shpesh ndodh që pusetat që janë pjesë e bulevardit të jenë të dëmtuara dhe të binë vetura të thënë veturat dhe të ketë damet mëdha. Pastaj kjo e ngandalson shumë lëvizjen, mund të merrni me mend se këtu në këtë zonë, në këtë bulevard, sipas një hulumtimi që e ka bë Geng para 4-5 viteve, në çdo 10 sekonda kalon nga një veturë, në çdo 5 sekonda kalon nga një maun dhe në çdo 6 sekonda kalon nga një furgon. Edhe kështu kur shifni është përshtypja se është e pamundshme të kyçeni. A kur e dim se pjesa më e madhe e kompanive që
ushtrojnë biznese këtu janë kompani që janë ose distributor ose shitse. Edhe kjo e tangon shumë mënyrën e funksionimit të kompanive dhe formave tjera të organizimit në këtë zonë. Janë ndër problemet që gjithkohës ka qenë prezent ashtu edhe statusi zonës industriale, sepse përveç zonave teknologjike industriale zhvillimore, kjo është zona më e madhe që i takon segmentit planor të Shkupit, që është segmenti më i zhvilluar, mirë po me këto kushte të randat të zhvillimit të bizneseve, dhe si rezultat i kësaj në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë ka një tentativë që të bëhet zgjedhje statusit që kjo të ketë një zgjedhje hibride ku do të jetë e kyçur kjo zonë dhe cila do të ketë pronar, do të ketë shtetin pronar, i cili do të merret me zgjidhjen e problemeve dhe formave tjera të përmirësimit të kushteve për biznes. Ju faleminderit shumë për kohën, profesor. Ishte kënaqësi, faleminderit. E pyetja që shtrohen janë të drejtë për drejta. Kush mban përgjegjësi për këtë gjendje dhe pse askush nuk jep llogari? Deri kur qytetarët do të detyrohen të jetojnë mes premtimeve boshe dhe realitetit të hidhur. E ju ndjekës të Fakti Ditor, për më shumë informacione, mos harroni të na ndiqni në platformat tona online, në Instagram, TikTok, YouTube dhe Facebook. E shihemi në videot e radhës, na ndiqni.